Dy, tregimi si u bë shkak istikfari për punësim. Si është bë shkak dhe sebeb dhe faktor që duke bë istikfar, Astaghfirullah, duke shpeshtu fjalën o Zot kërkoj falje tek ti, u ka bë shkak që Allah i ka dhënë punësim. Ka dhënë një djalë i cili thotë, kisha mbaruar universitetin dhe prokupimi çdo kuna i cili i base që sos fakultetin, ku e ka gale, ka më shumë e mërzit trunin e vet, thotë, ku ka me gjetë as puna? Ku më jam su punës? Ani kohën ton, haj që nuk ka shkollë, ai punë më të mirë ka, ata që janë në fakultet fare s'kan. Edhe vërtet, edhe shumica i brengos ky hall, ky problem, njerëzit që kur ta kryejnë fakultetin, universitetin, ai shka i çarkullon trunin e vet, vallë, ku me gjetë punë? Kam jam sy. Edhe kështu thot, derisa thot, hyn në internet dhe kërkova se si mund me gjetë punë, edhe si me kërku shkaqe që Allah mu mashtu rrezikën dhe furnizimin, bereqetin. Gjeta një temë që ka fliste për istikfarin, me kërku falen dhe ndikimin e madh në shtimin e riskut. Vazhdova thot me bëj istikfar. Kur kuna nuk ju luta, jo me shku ankesa na për dera, na për partia. Këto i trokit, sta qelin, qofin se teati, rrimena, pe kafe, qaj, muhabet, për ti s'ka varë. Trokit ata nalë, gjithmonë e ki qelë të Allah Gjergjana. Edhe kam bëth, thot, afer 3 muj dit, istikfar. Mi po në dit, basha më shumë se 1 mjerë. Astaghfirullah, 1 mjerë. Jo njerë 2 herë më mërzit. Ki pa i fukaraja, ku kam sy, me li pare. Heq, edhe ftof më kanë, i kam sy. Këtë laq ka me i spit të i pate i fundi, edhe nuk bezdisët, se qëllim ka caktu. Edhe ai cili ka nevoj për rrezikën e Allahut, furnizimin e Allahut, 1 mjerë istikfar. Kush është 1 mjerë? Ebu Hurajra, sahabi pejgamberit, thot në ditë kam bë më shumë se 12 mjerë istikfar. 12 mjerë. Na, 12 mjerë për me Barcelonën, Realin, njerëzit na përgoj, dynjan, mobilet, iPhone-et, ama për Allah nuk kemi kohë. A peshin e vëllezër të dashur, realitet është, na shta mujna me kesh, feq hak është me kjo. Për ata na nuk kemi sukses bereqet, nuk mujna me çu kokë na, s'mujna për neve hiç. Janë mbyll dyert. Pse me çetërkan kena bën marrëveshje, e kena haru marrëveshjen më të mirë i cili ta paguon mirë, nuk tradhon Allahu xhaleshano. Thot ka vazhdu kjo 3 muaj, mas 3 muajve më mori daja në telefon, edhe më tha se kam një shok i cili kërkon, e kam koleg, kërkon punëtor, edhe punëtor të besueshëm, më angazhu me një farë lokala fariste. Shkova atje, thot une, edhe falindrova Allahun xhaleshanu, rash sejgjë dhe thash, o Zot, vërtet ti je i cili jep rrugdalë njerëzve. Vëllezër të dashur, në Kur'an dhe në hadith ka shumë fakte të gjalla se ai i cili gjithmonë ban me vazhdueshmëri istikfar, Allahu për jep kjo rrugdalë. Është një thonjë Ibn Abbasit, disa thënë hadith, mirë po më vërtet është fjala e sahabiut Abdullah ibn Abbasit, men lazima al-istighfar. Cili nga juve ban istikfar me vazhdueshmëri. Ja'ala Allahu lahu min kulli hammin faraja. Allahu shka, Allahu xhaleshanu kam ja largu çdo breng. Po, Ja'ala lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dayqin makhraja. Për çdo vështirësie që ka, Allah ka më dhënë rrugdale, wa yarzuquhu min haythu la yahtasib, ka më dhënë rrezik, bolluk. Mirësi, kas kujtoj fare. Hajtë se ka menu e ka me arë, që? Ama me kusht. Vallahi, bilaj, Allah ka thënë Kur'an. Allah ka përmenë suratul Nuh. Kur ka thonë Nuh a.s. poplit vetë, që ka mbot gjunahe, musuk në shprejsa, vazhdoni, kërkoni fale, Allah gjërshan, se Allah ka më vakti gjenja la më të mirë. Shumë më të mirë. Nëse bëni fale, ka më afol më katët, edhe ka më gjithon pushtet, pasuri, komoditet, rahati, gzim, evlat, familje, pare. Ka thënë Allah në Kur'an, fekultu istaghfiru rabbekum, innehu kana ghafara, i tha Nuhi, o problem, bani istikfar, shpesh, thuni, o Zot më fal, se Allah është falës, jursile sema alikum idrara, ju lëshon nga qili shi. Shivi, qa simbolizon? Bereqet. Po nëse bje shi, ma automatizëm, vjen bereqetin me emër të Allahut. O ju ditë ku mbi amwalin wa benin, vazhton Allah i pasuri, edhe thmi, argument, nëse to ka thot, du të me bash 5 istikfar,
2. Nëse s'keni evlat dhe pasuri, shpesh istighfar mos e nalni. U yaj'al lakum jannatin, u yaj'al lakum anhara, edhe Allah I kam një dhënë xhenete, begatitnoja dhe lumen. Vallahu, pashallah, cili është një, I cili nuk ka tak shirk. Unë kam një shok ngushtë ku shi kam pas, edhe akoma e kam, ai s'ka pas fëmijë me vite të tëra. Ban beje thot, ka shku numre në Qabe, ka bë umrën, edhe është këshillu me një hoxh, edhe ai hoxha I ka thonë, ky ka anku, se ka pas më shumë se 8 vite apo 10 vite, 11 vite, nuk e di paravorsesh, këtu dikon prej 8 vite, 12 vite s'ka pas fëmijë. I ka thonë ai hoxha, ti vazhdoj istighfar mos e le. Ndit istighfar sa më shumë. Thot, kam boj istighfar. Jam kthi mas umrës, mas 3 javë, 4, shoqja ime ka met me barë. Edhe u binda thellë, atër jam ka një bind, tash me bindja la më thellë, se kush ban istighfar, nëse s'ka pasuri, Allah e pasuri. Nëse nuk ka e vlat fëmi, Allah u gjeleshan e pasuran edhe me fëmi. Po nëse s'ka rati, Allah I kthen rati. Nëse ka fatësi, Allah e zbret dhe shi. Vetëm trokit e derën e Allah u gjeleshanu. E kam të regu dhe në gjarët njët, edhe vetëm kam e kalimthi, kam të regu në gjarën këtu në këtë gjami, se istighfari t'jep rrugdalje. Allah t'i plotson këtë dëshirat edhe kërkesat, nëse I për atyre të cët, gjithmonë ban istighfar. Edhe në rastin me Imam Ahmetin. Imam Ahmeti është imam hoxh I madh. Hoxh I madh, I cili një ditë për ditëve e ka shlu Bagdatin edhe ka shku me një vend me marr dituri. Ka nes me kilometra me mësu dituri. O dhe zëtë dashur, ja ku jetojmë na. Na këtu jemi mes 200 metra, 500, 1 kilometr, 2, edhe ndalesh 5 kilometra njënë me qetin për xhamiave. 1 metr sa ngat. Me gjitha ta, kena xhamia dersa ligjërata, xhamati nuk vinë. O xhallar të kaluan me kilometra, e kalon Bagdatin. Familjen kanë shku, kur kanë shku rrugës, e ka zon nata rrugës, gjadës, na për objekte thjeshta, Imam Ahmeti në xhami e ka zon. Ka fal namaz, edhe ka desh me pushu me një vend me flet. Tura për me flet, ka araj, ka jumi xhamis. Ai që I ban izmet shërbim xhamis. Ka thonë ti, largoj për këtu se jam duke mbyll xhamin, duke me pastru. Ka dal me flet jashtë xhamis aty, anash. Edhe aty anash ka dal ka thonë, largohu se s'ka këtu vend. A nuk e ka ditë se kush është ky hoxh? Për Imam Ahmetin. Ka kaluar një njeri cili ka qenë furaxhi, bukpjeks. Duke kalu rrugës, kur ka pa tu ka cafit mes njënit xhamisë së tjetër. Ka ndëry edhe ka marrë ves muhabetin se ky nuk ka I këtujt, ky do konak me flet. Thot, apo vjen be tek unë, thot, unë jam bukpjeks, unë hiç s'më kam asgjë te fura ime, kënaqës nxet. A nuk e di se kush është. Ndërsa ky Imam Ahmeti e merr me vet, e çon te shtëpia vet. Edhe shtëpia vet shkon Imam Ahmeti. E shten me një vend ku e përgatit bash aty ushqimin. Ky bukpjeks ka qenë. Nxet I madh. Ky bukpjeksi ndreq buk, mirë po gjatë periudhës punës ka qenë për aty njerëz që pas ka përmend shpesh Allahun edhe istighfar. Marra buk, subhanallah. Terenit, alhamdulillah. Ti njeh, ke duke përmend shpesh Allahun. Ky Imam Ahmeti natën pas ka zgjuar, pas ka ndëgju me vëmendje. Subhanallah. Ky njerëz brumin ban përmend Allahun. Bukën e renit, shtin fur përmend Allahun. Ndeset mëngjes dhe I thot: o filan, ky thot a flete, thot alhamdulillah fleta mirë. Thot, a be diçka kanë vërej tek ti? Çka thot? Shpesh be ti pe përmend Allahun. Shumë pe falendrosh Allahun. Shpesh istighfar, çdo sen. Bukën e çove thashë subhanallahu alhamdulillah. Atje renishe la hawla wala quwata illa billah. I numrojsh astaghfirullah. Shpesh be ti. Ç'a shpesh lut Allahun, thot atë shpesh thot. A ban më vë diçka be? Ha thot. Ti të mos e shpesh e përmend Allahun. A e ki lutë Allah gjërëshanë në një kërkesë për ta plëcu? Pasha Allah një gjashtë. Kret lutë dhe kërkesat që ka mbo Allahut, kret mi ka pranu. Për pos një asma ka pranu. Cëda është aja be? O, dëshira e më shefla. Ta takoj Imam Ahmeti njerë një mërë temë. Po e takuva, me këta ma përfundon. Ja nisë me kajti Imam Ahmeti, thate, subhanallah, Allah I për toke më ka prumu e zhak, te këti ty më ta plëcu të dëshirat. Unë jam Imam Ahmeti. A e more vesh? Prej në Bagdad Allah I më kanë zirë, edhe për toke, ka pru para kam vetue, vetëm se përmenë Allahun. A e more vesh? Gjdo dëshirë të plëtson, vetëm do prej neve, sinceritet, do seriositet. Kërejt në plëtson, ama na nuk jena të interesun. Valla, na nuk jena të interesun.